Good afternoon. Mirë dita, mirë të vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Seancat e gjykimit në çështjen gjyqësore të Hashim Thaçit, Kadri Vesielit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit rifillojnë të hënën tjetër, më 10 nëntor. Të hënën seanca fillon në orën 14 dhe përfundon në orën 17. Seanca janë planifikuar edhe për të martën, të mërkurën dhe të enjten nga ora 9 deri në orën 16:30 çdo ditë. Mbrojtja e Thaçit ka thirrur 4 dëshmitarë deri më sot dhe sipas parashtrimeve publike aktuale, synon të therrasë edhe 3 dëshmitarë të tjerë në kuadër të paraqitjes së provave të saj. Më 4 nëntor, trupi gjykues miratoi kërkesat të mbrojtjes së Thaçit në lidhje me javën pas javës së ardhshme dhe dëshminë e Wesley Clarkut, i cili është dëshmitari i fundit që mbrojtja e Thaçit planifikon të therrasë. Pasi u informua se dhënia e dëshmisë së tij mund të fillojë vetëm pas ditën e 18 nëntorit, dhe pasi shqyrtoi për llogaritjet e palëve në lidhje me kozgjatin e parashikuar të pyetjeve të tyre, trupi gjykues miratoi kërkesën e mbrojtjes për rezervimin e një dite shtesë për seancë gjyqësore me 21 nëntor për të përfunduar dhënien e dëshmisë dhe miratoi shtimin e një deklarate me shkrim të dëshmitarit në listën e provave të mbrojtjes. Informacionin më të fundit në lidhje me seancat e planifikuara mund ta gjeni në kalendarin e gjykatës në faqen e internetit të VSK-s në 3 gjuhët zyrtare të gjykatës. Në të njëjtën çështje gjyqësore, me 4 nëntor, trupi gjykues lëshoi një vendim me të cilin hodhi poshtë një kërkesë të ekipeve të mbrojtjes për të apeluar pranimin si prova të një videoinqizimi dhe të faqeve të një dokumenti që prokuroria e paraqiti kur mori në pyetje dëshmitarin e parë të thirrur nga mbrojtja e Thaçit. Në vendim, gjykatësi dhan arsye të hollësishme përse konstatuan se pikat e ngritura nuk ishin të apelueshme. Gjithashtu, më 4 nëntor, trupi gjykues lëshoi vendim mbi një kërkesë të paraqitur në shtator nga mbrojtja e Thaçit për konstatim të shkeljeve nga prokuroria në nxjerrjen e materialeve sipas rregullës 102.3. Trupi gjykues vuri në dyshim se, citojmë, respektimi i plotë dhe në kohë nga prokuroria i detyrimit të saj për nxjerrjen e materialeve është element e garancie e rëndësishme për drejtësinë e procesit dhe barazinë e palëve midis ZPS-s dhe mbrojtjes. Trupi gjykues konstatoi se ZPS-ja nuk e kishte dhënë mbrojtjes njoftim të hollësishëm për disa materiale dhe prova në posedim të saj, dhe gjykatësit i kujtuan ZPS-s rëndësinë e përfshirjes së materialeve në njoftimin sipas rregullës 102.3. Njëkohësisht, trupi gjykues konstatoi se materialet ishin nxjerrë pa vonesë dhe nuk kishin shkaktuar dëm mbrojtjes dhe e hodhi poshtë kërkesën. Në çështjen gjyqësore të Hashim Thaçit, Isni Kilej, Bashkim Smakajt, Fadil Fazliu dhe Hayreddin Kuçit, në lidhje me pretendime për ndikim të paligjshëm ndaj dëshmitarëve, këtë javë u bën publike një numër vendimesh me të cilët miratuan masa hetimore të posaçme në vitin 2023. Këto vendime mund t'i gjeni në faqen e internetit. Kujtojmë se në akt akuzë kundër të akuzuarve janë ngritur akuza për vepra penale që lidhen me përpjekje të paligjshme për të ndikuar në dëshmi të dëshmitarëve në gjykimin Thaçi dhe të tjerët për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Sipas aktakuzës së konfirmuar, midis së paku 12 prillit dhe 2 nëntorit 2023, gjatë vizitave të veçanta të paprivilegjuara në objektin e paraburgimit, zoti Thaçi u dha zotit Smakaj, zotit Kilej, zotit Fazliu dhe zotit Kuçi informacion konfidencial për dëshmitar të prokurorisë. I udhëzoi të ndikonin në dëshmitë e dëshmitarëve të prokurorisë dhe u dha hollësi si ta bënin këtë. Thank you. Faleminderit, kjo është e gjitha për përgjithësimin e sotshëm. Mirë pres pyetjet tuaja nëse keni. Just to respond to your earlier question, which you sent by email. Thanks, I see now. So yes, in response to your question about the letter from Prime Minister Kurti to the KSC president, indeed, a letter of Prime Minister Kurti was transmitted to the KSC president in September 2022. Në shtator të 2022 dhe ajo u përgjigj kësaj letre. Kryetaria në përgjithësi thotë se
Gjykata dhe gjykatësit janë të pavarur në funksionet e tyre dhe zbatojnë standardet më të larta të drejtave të njeriut. Gjithashtu ajo përmendi vendimin se paraburgimi është vendosur gjithmonë nga gjykatës kompetent dhe jo nga kryetaria e gjykatës.